për shkak se bëhet fjalë për kvorumin prej 80 deputet vendosall që duhet të asigurojmë bashkarisht të gjithë. Nuk mund të presim që fillojmë zgjedhjet e reja në fushata të përsëritura, ku tash duhet të themi që unë i marr 80 deputet spaku. Pra, nuk është çështja të 61-shi, është çështja të 80-shi, që i bie 2/3. Dhe në këtë situatë unë nuk besoj që zgjedhjet e përsëritura janë zgjidhje e re. Përkundrazi, do të ketë një lloj vazhdimi të agonisë legjislative, institucionale në përgjithësi, që është e panevojshme përveç se e padrejtë. Dhe spaku zgjedhjet do të kushtojë 10 milion euro. Vështirë të nxjerremi edhe me i palë zgjedhje tjera pa 10 milion euro. Për ta përsëritur rezultatin. Mund të ketë ndonjë lëvizje të vogël, po nuk shoh diferencat më mëdha. Prandaj po e presim aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në mënyrë që për brenda këtyre 60 ditëve, duke filluar nga mbrëm, ta përmbyllim procesin e zgjedhjes së presidentit të Republikës. Prej se e kemi votuar buxhetin në lexim të dytë, unë jam përpjekur me krejt çfarë mundem e di që të merrem vesh me partitë opozitare. Dhe më duhet të them që atmosfera tash është ndryshe. Qasja e kryetarëve të opozitës që i kam takuar, edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, është ndryshe prej vitit 2025. Atmosfera është konstruktive, diskutimet janë korrekte. Dhe unë i falenderoj edhe kryetarin Bedri Hamza, edhe kryetarin Lumir Abdigjiku për këtë qasje të re. Tash edhe takohemi edhe bisedojmë. Me kryetarin Hamza jam takuar 2 herë, me kryetarin Abdigjiku jam takuar 3 herë. Vjen keq që nuk kemi takuar në 3 ditët e fundit. Pra, që nga partje nuk pranonin që të takoheshim më. Unë u thash që nuk ka ndonjë gjë të keqja, ndonjë dëm nëse takohemi. Por unë i falenderoj edhe për një gjë tjetër, se edhe kur jemi takuar kemi komunikuar me njëri tjetrin me telefon, nuk i kemi as sekretarët, as asistentët ndërmjetësues. Pra, midis 2 kryetarëve të partive opozitare, PDK-s dhe LDK-s, dhe meje nuk ekziston ndërmjetësuesi. Dhe kjo është një shej mirë i parlamentarizmit, i bashkëpunimit politik në Republikën tonë. Por atmosfera e mirë nuk garanton marrëveshje, nuk sjell hapa konkret dhe ky është realiteti që ne jetojmë ne sot. Asnjëherë prej asnjërit prej tyre nuk më tha asnjë emër për president. Presidenti është emri i përveçshëm. Pra, si të ecim përpara nëse askush nuk thot asnjë emër. Piknisja ishte presidentin konsensual. Dikush i cili do të arë historinë institucionale parlamentare të Kosovës. Mirë po, nuk arritëm aty. Kur nuk u e bëhe mundur që të kemi një figurë konsensuale, atëhere mua mu tha nga kryetari i PDK-s, atë që ka deklaruar publikisht, se ata kërkojnë që 2 kandidatët për president të jenë të propozuar nga PDK-ja dhe njëkohësisht të bëjë marrëveshje politike ku garantoj që ato do të votohen në mënyrë që njëri prej tyre të zgjidhet. Unë ja kam shpjeguar me shumë dashamirësi kryetarit Bedri Hamza se një gjë e tillë është e pamundur për mua si një kryeministër demokrat dhe si kryetari i lëvizjes vendosje e cila ka statut të saj, në të cilën nuk lejohen blanko marrëveshje. Nuk mund të bëj marrëveshje pa u ditur emrin. Dhe e falenderoj kryetarin Hamza që ka pasur mirë kuptim për këtë reagim time. Nuk është e mundshme që në kryesinë e lëvizjes së vendosje kryetari të propozoj kërkesën e PDK-s që 2 kandidatët t'i marrin nënshkrimet e vetëvendosjes, njërit prej tyre i duhen 30 nënshkrimet e vetëvendosjes,
tjetrit i duhen së paku 8, sa ta 22 i kanë. Shpresoj që i kanë 22, po së paku 8 vetëvendosjes. Pra nga vetëvendosja kërkohej që t'ja jep 38 nënshkrime të deputetëve të saj, 2 kandidatëve të PDK-s, dhe më pastaj ta garantojmë që s'paku njëni për tyne, s'paku në raundin e 3 i merr 6-1. Kësa marrëveshje politike nuk mund bëj. Për bes njeriu kësa marrëveshje vështirë bëjë me vetën. Lere më me dikë tjetër, e lere më me dikë nga një parti rivale tjetër. Po unë e falenderoj kryetarin Bedri Hamza që ka pas mirë kuptim për mospranimin tim. Dhe kur s'më dha në emra, thash hajt të provoj t'ja japun në emër. Ju thash Andin Hoti. Andin Ukshin Hoti. Duke pas parasysh për i familjes që vjen. Ukshin Hoti është unik. Për nga filozofia politike, ne nuk kemi një mendje tjetër të ngjajshme, jo vetëm në Kosovë, po në barë kombin shqiptar që nga lufta e dytë botërore e këtej. Andaj, Andin Ukshin Hoti ishte një propozim i ynë, që së paku të fillojmë të diskutojmë. Nuk u pranua. Dhe jo vetëm që nuk u pranua, po nuk u pranua as kemi takime më tej që të flasim për emrat të tjerë. Mirë, nëse nuk bën Andin Hoti, ma thuaj një emër tjetër, nuk mu tha asnjëherë. U kërkua vetëm të nënshkruajën çek blanko aty. Marrëveshje pa emra, po me zotim absolut. Më vjen keq, po s'është e mundur. Me gjithë vullnetin tim që të ecim përpara, po kjo nuk është rrugë e mundshme. Ndërkaq me kryetarin e LDK-s kemi diskutuar për shumë zhvillime politike në Kosovë. Ata thanë që ne kemi 15 deputet, pra në rastin më të mirë mund t'jam mbledhë një kandidati gjysmën e nënshkrimeve të nevojshme. Unë kam shpreh gatishmëri, qoftë kryetarit Hamza të PDK-s, qoftë kryetarit Abdi Gjiku të LDK-s, që nënshkrimet e nevojshme, që mund t'ju nevojiten për kandidatë e tyre, t'u asigurojmë ne vetëvendosës. Nuk është pranuar një gjë e tillë, pra nuk kanë mbledhur nënshkrime të vetat për propozime të vetat. Nuk kanë dhënë nënshkrime të vetat për propozime të tjetërkujt. Nuk kanë pranuar nënshkrime tonat për propozime të tyre. Nuk kanë pranuar as ndihmën tonë në formë të nënshkrimeve për propozime të tyre që mund të jenë edhe jashtë partive të tyre. Dhe gjithashtu nuk janë përpjekur që me njëri tjetrin ta bëjnë një kandidaturë të përbashkët.